Por a kena histori kush është xhamia e parë që ka filluar në Gjermani? Parafërsisht nën ëmbrellën e Unionit që janë mbi 100 xhamia. Të gjitha të mirëmbajtura nga shqiptarët, me investime nga shqiptarët, me punime nga shqiptarët, nuk kanë pas asnjë ndihmë prej askujt. Si erdh puna Unionit dhe në çfarë fazë është Unioni momentalisht? Stuttgart është formu, në vitin 2007 kanë qenë mos me gabu numrin e sot 13 deri 15 xhamia. Prej atëherë deri tani i kemi mbi 100 xhamia që kanë të shqiptarëve në Gjermani. Sa e shikon të mundur që të ketë një koordinim mes shqiptarëve tonë dhe shqiptarëve atje? Ma mirë se me ne shqiptarët që ka mund me u marrë vesh, me asnjë komunitet tjetër nuk mund me u marrë vesh. Edhe kemi në afinitet shumë të afërt, ndoshta shqiptarët mund të bëhen më kryesorët e gjithë shkafit në shtetin e Gjermanisë. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se vini në Mimber Podcast. Me thënë drejtën, gjithmonë kur i kthehem perëndimit, ose kur i kemi syt nga perëndimi, aty kemi jashtëzakonisht shumë shqiptar, për cilët herë jemi të pavëmendshëm se çfarë ndodh atje. Megjithatë, unë sot me kënaqësi shumë të madhe do prezantoj jo vetëm për Mimber Podcast, por edhe për ne këtu, një ndër miqtë e mirë që kemi në Gjermani. Do ta nis kështu për të prezantuar një host të nderuar që quhet Recep Sulejmani. I nderuar, mirë se vjen. Mirë se u gjet. Jam shumë mirë njohës që je i herë në Tiranë dhe e dyta ke pranove që të bëjmë një bisedë bashkë. Shumë faleminderit. I nderuar Recep Efendi, unë do ta nis pak nga shqiptarët në diasporë. Ti ke dhe i kohë gjatë atje. Dhe jo thjesht si shqiptarët që shkuan si emigrant, po themi kështu, por në kuptimin shqiptarët që vendosën që të lejnë një gjurmë. Do ta nis nga xhamia, e cila ishte edhe mbetet, dhe besoj që do të jetë një nga bërthamat e rëndësishme të shqiptarëve në Gjermani, që është xhamia e shqiptarëve ose qendra kulturore islame e Stuttgartit. E nis nga aty për të shkuar deri atje ku ju sot, që unë mendoj që është kënaqëri dhe për ne, ku ju keni arritur deri ku Unioni i shqiptarëve në rang Gjermanie, dhe do ta vazhdojmë një bisedë kështu bashkë. Ku shkove në Gjermani? Unë në Gjermani kam shkuar në vitin 2000, edhe normalisht atëherë kam qenë me ftesë të komunitetit shqiptar që ka qenë në qendrën islame shqiptare në Stuttgart. Normalisht se çdo fillim ka qenë sfidat e saj, ka pas vështirësirat e saj, derisa të adaptohesh në ambientin ku ke shku, çka ke shku, derisa ta kuptosh rrethonat ku je, derisa ta shohësh punët si shkojnë në përgjithësi, dhe kjo ka qenë viti i fillimit tim për në Gjermani. Si ishin shqiptarët atyre viteve? Shqiptarët atyre viteve sa po kishin fillu që ta marrin pak vetveten e tyre, për arsye se ne dim se emigrantët e parë në Gjermani pak kanë shkuar në vitet 70-ta të popullatës tonë, dhe normalisht prindrit tanë të cilët kanë shkuar në fillim nuk kanë qenë në nivelin e arsimuar aty ku duhet, po me mundimin e tyre, me mundin e tyre, secili prej tyre ka pas qëllimi i parë ka qenë për me shku me fitu pak disa lek edhe me u kthye në vendlinje. Edhe kështu ka qenë. Dhe kjo shpresë vazhdon. Shpresa ka vazhduar kështu vite pas viteve, derisa kur e kanë pa pastaj se kanë lind fëmijët e tyre, kanë filluar jeta aty, edhe pastaj kanë pasur se duhet detyrimisht me u zhvillu dhe me u adaptu në vendin në të cilin edhe po jeton. Ajo që bie në sy, unë kam shëtitur deri diku në perëndim, edhe në xhamiat që janë në Gjermani. Dashamirësia ose ishte zoti përdore shqiptare, nuk e di si ta them, që arritën të ndërtojnë xhamiat e para me kontribut personal të mundit të këtyre që folëm ne, këtyre emigrantëve që shkuan për të sjellë diçka, familjet e tyre, filluan të organizohen në xhamia, në qendra kulturore, në këtë që ne sot krenohemi, të jemi sinqert. Por a kena histori kush është xhamia e parë që ka filluar në Gjermani? Në bazë të dhënave të mia, mendoj se xhamia e parë është në Hamburg. Hamburgut. Në Hamburg, pastaj është xhamia në München, pastaj është xhamia në Stuttgart. Edhe xhamia në Stuttgart ka qenë vitin 1987, është bo themelimi prej gjeneratës së parë, domethënë që ka shkuar në Gjermani. Edhe pastaj kështu gradualisht themelohet si qendër kulturore, sigurisht. Kulturore, normalisht atëherë ka qenë në kohë e Jugosllavisë, edhe secila xhami është emëruar me emrin Qendra Islame e Jugosllavisë. Kështu kanë qenë në fillim, për arsye se koordinimi është bën në fillim komplet me procedurat e shtetit të Jugosllavisë.
Në atë kohë, fillimi çka ka qenë. Pastaj, kështu kanë vazhdu deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Edhe kanë qenë të përbashkët, shumica të xhamiave kanë qenë të përbashkët me shqiptar dhe me bosnjak. Me shpërbërjen e Jugosllavisë, atëherë fillon secila xhami me u nda bosnjakët me krijuan hapësirat e veta, shqiptarët filluan që të krijojnë hapësirat e tyre. Sa xhamia ka sot? Afërsisht. Afërsisht në ëmbrellën e Unionit që janë mbi 100 xhamia. Interesant. Edhe është të gjitha të themeluara nga shqiptarët, mbahen nga shqiptarët, të gjitha të themeluara nga shqiptarët, të gjitha të mirëmbajtura nga shqiptarët, me investime nga shqiptarët, me punime nga shqiptarët, nuk kam pas asnjë ndihmë prej askujt. Dhe kjo ndoshta është ajo që është e veçanta që duhet të vehet pa ndoshta dhe dokumentohet mendoj unë. Unë sa herë shkoj në Perëndim, sidomos në Gjermani dhe në Zvicër, që bie pak, si thuash, më shumë sy ky aktivitet, them e pa dokumentuar gjithë ky mund, gjithë kjo përpjekje jashtëzakonshme. Unë mendoj që çdo xhami aty është histori në vete. Është libër në vete, është dokumentar në vete. Ashtu siç është dhe xhamia e Stuttgartit patjetër, po dhe shumë xhamia të tjera të cilat po shkosh aty, shikosh mënyrën se si kanë themeluar, sakrificat që kanë bërë, mënyrën se si janë mbledhur shqiptarët, janë formuar, kanë ruajtur identitetin, kulturën, gjuhën, traditën, po patjetër dhe besimin Zot, është më të vërtetë një histori në vete. Është të vërtetë dhe mendoj se për iniciativat tani që duhet më marrë detyrimisht është mënyra se si më u bë në mënyrë të dokumentuar gjithçka, fillimi si ka fillu, mënyra si jam mbajt, aktivitetet që kanë bërë në përqendrat tona, mendoj se kjo duhet më u dokumentu. Është një proces i detyrueshëm dhe i nevojshëm i kohës së tanishme që edhe gjeneratat që do të vinë më pas, ndryshe kur do të ta kenë të dokumentuar dhe ndryshe kur e kanë kështu vetëm me fjalë se ka qenë ose është po ose i ka thënë ose kështu. Shikon, po sjell një perceptim të atyre që nuk e kanë vizituar Perëndimin, pra nuk e dinë çfarë bëhet me xhamiat në Perëndim. Ka një perceptim që aty kryen ato faljet edhe, domethënë janë disa xhamia. Po. Në fakt, po unë dua ta dëgjoj prej teje, ato janë disa qendra të mirëfillta kulturore, qytetare, zhvilluese, bashkuese të shqiptarëve. Çfarë ndodh në xhamiat atje? Pra, si është organizimi? Ne po mundohemi pasi nuk ka mënyra ndryshme apo të tjera për me organizu çështjen. Se kanë alternativë, po thonë. Alternativë çështjen kombëtare apo fetare. Edhe ne po mundohemi tani xhamiat mos me ngel vetëm në atë aspektin faltore, shkon falet dhe vin kthehet në shtëpi, po me bë qendër që të gjitha nevojat me të cilat ballafaqohet popullata jon atje, kur ti thush dikujt ka ardhi për shohin një shqiptar në Stuttgart supozim, edhe ka një problem ose ka diçka. Edhe me i thonë aty shkon xhami, sa ato ta zgjedhin problemin. Në atë kuptimin, të orientojnë çka duhet me bë, çka s'duhet me bë, ku duhet me shku, ku duhet me orientu, gjitha nivelet. Prandaj xhamia ka marrë rolin shumë aktiv në të gjitha nivelet, si në aspektin fetar, si në aspektin kombëtar, po mundohen të vetmit institucion tani në edhe integrues në këtë rast. Integrues janë çka mundohen me mish e me shpirt, domethënë që me e ruajtur identitetin ton kombëtar dhe fetar, veçanërisht për shkakun dhe gjuhën shqipe. Mendoj se mund të them, domethënë zhvillohen edhe kurset e gjuhës shqipe. Po, edhe kurset e gjuhës shqipe, shumica të xhamive po mundohemi. Kemi edhe bashkëpunim me konsullatin e Republikës së Kosovës dhe edhe Maqedonia na ka ofruar një bashkëpunim të tillë, që për shembull librat që kanë bërë betarja e përbashkët që është e gjitha truhet shqiptare, na domethënë shërbehemi me librat e tilla. Edhe mendoj se kjo është një gjë shumë pozitive, për arsye se çdo aktivitet që mundohemi, pastaj mbajmë seminare të ndryshme në për xhamia, si mi aktivizu të rinj, si duhet me përparu të rinj, si duhet të rit me u shkollu, si duhet të rit me përparu, për arsye se nuk është më koha që unë e them edhe shpesh me trit kur të bëhemi aty, them shiqo, me art një njeri në Gjermani, për arsye se Gjermania është një shtet që të jep alternativa të ndryshme. Vetëm a ke dëshirë me përparu. Nëse ke dëshirë me përparu, mundësit janë. Vetëm duhet me ishti në veprim. E ne po mundohemi me mbajt aktivitetet të ndryshme me të rinjt, si me ishti në për profile të ndryshme. Për arsye se une, kur e kujtoj vitin tim në vitin timi kur kam shku, për shumë vetëm një shembull të thjesht me dhënë, në xhamin tonë s'kemi pas asnjë i ri që ka qenë për shembull me kvalifikim të
Shqiptar si muar se shkollë të larta me radhë. Asnjë. Sot për shembull kemi forum rinore edhe të vajzave dhe të djemve. 70 deri 80% janë shumica atyre me fakultet. Për shembull kjo është një arritje shumë e madhe për mua kur analizoj kohën e atërshme me të tanishme, që do të thotë se popullata jonë po vetëdijsohet. Edhe xhamia po e merr rolin aktiv që me i vetëdijsu popullatën tonë se si duhet me shfrytzu të gjitha mirësitë çka i ka shteti gjerman në aspektin pozitiv. Por kjo, me sa kam parë unë, nuk ju ka shkputur vëmendje nga shqiptaria, po them. Pra, keni ruajtur një lidhje, qoftë dhe me kontributet vazhdueshme, shqiptarët ajo nuk e diskutojmë, po të njëjtën kohë herë keni bërë dhe zgjatim mbështetje për institucionet caktuara, për Bashkitë Islame, për medreset, për shkollat, për bursa studentësh me radhë, që është një ndër gjërat që dhe kjo për fatin tjetër që është e pa dokumentuar si mirësi, por kam vënë re që nuk është se jeni mbyllur vetëm atje. Keni vazhduar dhe keni pas një kujdes edhe për çfarë po ndodh, gjë e cila u solli edhe në Tiranë si duket për të krijuar një marrëveshje edhe me Komitetin Musliman Shqipëri që të vazhdojë një aktivitet më i gjerë. Është vërtet pak neve si në përgjithësi kështu si musliman kur ta akceptojmë, mendojmë që kur të bëjmë ndonjë punë të mirë, me e bë se e bëjmë për hir të Zotit. Po. Në atë kuptimin nuk kemi dëshirë shumë me u që duket. Të duket apo të reklamohemi për diçka, mirë po e kemi pa në kohën e fundit se një gjë e tillë nuk ka qenë bash e mirëfillt apo e mirë, po jemi munduar pastaj që më tregu se ne e bëjmë me të vërtet për Zotin. Po ne ta dinë edhe njerëzit se dokumentimi prapë është dokumentuar shumë e rëndësishme. Edhe të gjitha, për shumë kur është bë vërshimet në Shkodër, kur është bë tërmeti në Shqipëri, domethënë janë organizuar në mënyrë të shumë të shpejtë, të gjitha xhamia, domethënë qendrat islame që kanë në Gjermani, në Zvicër, në diasporë, gjithçka, edhe kanë bën një kontribut shumë të mirëfillt. Prandaj tani e kemi pa që në mënyrë institucionale me shku në të gjitha hapet e mundshme që të kemi mundësi. Njëra prej tyre është edhe në shkrimi që është bërë tani para dje faktikisht me Komitetin Musliman të Shqiptarëve në Shqipëri, që kemi bën një lloj memorandumin bashkëpunimi në mes Unionit të Qendrave Islame të gjithë, të institucioneve që me funksionuar në mënyrë shumë. Meqenëse më dole tek Unioni, si erdhi nevoja e Unionit? Deri diku ndjes vetëm për këtë hyrje, për audiencën shqiptare. Duket sikur mjafton, ti ke ngrit një xhami, siç edhe vazhdojmë, si çdo shqiptar në atë veten. Si erdhi puna e Unionit dhe në çfarë fazë është Unioni momentalisht? Ti edhe nën kryetar, kështu që kam edhe atë kënaqësinë të pyes më mirë se çfarë ndodh. Pasi ne jetojmë në shtetin e Gjermanisë dhe në çdo gjë në shtetin e Gjermanisë duhet me qenë në mënyrë institucionale. Edhe shumë ma lehtë e ka shteti gjerman me bisedu me kupollën e gjithë xhamiave, drejtuesin, se sa me çdo xhami më u marr. Edhe ne e pam të nevojshëm për arsye se ai në kohën e Jugosllavisë ka qenë një lloj koordinimi në mes edhe me shkatrimin e ish Jugosllavisë, po atij sistemit, atëherë kur fillon vetë të organizohen, boshllakët të organizohen, ne shqiptarët turqit të organizuan vetë se kishin linjën të organizuar ishin lidhjet e tyre. Edhe ne e pam të shumë të nevojshme që edhe ne të organizohemi në një mënyrë të tillë që me e kriju edhe ne kupollën tonë, Unionin e Qendrave Islame Shqiptare, që e formuam në vitin 2007. Dhe është interesant se kur e kemi formuar Unionin e Qendrave Islame në Stuttgart është formuar, në vitin 2007, kanë qenë, mos me gabu numrin e sot, 13 deri 15 xhamia. Domthonë prej atëherë, shqyqot çka do të thotë mënyra organizative. Se ç'përparimi bën gjithë. Se përparimi bën më një herë. Prej atëherë deri tani i kemi mbi 100 xhamia që kanë të shqiptarëve në Gjermani. Edhe është shumë e rëndësi që edhe kemi arritur që me pas edhe zori i jonë si shqiptar, domethënë para shtetit, para organeve shtetërore të Gjermanisë, tani ta kuptojnë edhe ato se edhe ne jemi si komunitet i veçantë, që kemi organizimin ton fetar, organizimin ton të gjithë shkafit që kanë nevojitet, që me u paraqit përpara shtetit gjerman në mënyrë institucionale, dhe kemi me të vërtet një bashkëpunim dhe një afirmitet shumë të mirëfillt. Bashkëpunimet që keni me organizatat e tjera, jo vetëm me shtetin, por sepse patjetër çdo lloj organizimi atje është institucional, ajo dihet. Po, normal. Unioni ka shtrirje edhe në atë që themi në sferën publike, po e quajmë. Po. Domethënë të gjitha
para disa viteve është formu KRM i thonë, në Gjermani koordinimi i gjithë organizatave të muslimanëve, domethënë siç është Unioni jon, i qendrave islame shqiptarëve, i arabëve, i turqëve, i bosnjakëve, i marokanëve, i gjithëve me një kupol përbashkët. Edhe tani edhe kjo ka qenë shumë e mirëfillt, edhe aty ka qenë për herë të parë Unioni i qendrave islame shqiptare që është ndëgjuar zori i saj. Deri atë domethënë ne kemi qenë të individual. Askush nuk na ka. Edhe çka ka qenë më rëndësi se kjo organizatë çka u formu, secili kemi qenë të barabartë në vendime. Pa marrë parasysh se për shembull a turqit, a kush kanë qenë me numër më të madh, ne kemi pas të drejtën e vetos, se kemi pas të drejtën e gjithë, edhe kemi rësot të kësaj, domethënë dhe çdo 6 muaj dhe ka pas dy herë e kemi pas në domethënë atë udhëheqjen e këtij institucionit më të lartë domethënë shtetëror në Gjermani, si shqiptar, dhe kjo ka qenë për ne një nder shumë i madh dhe një krenari shumë e madhe për arsye se elhamdulillah me mundin tonë, me sakrificën e gjithë xhamive tona është bërë që edhe zori jon mund dëgjoj aty ku duhet me qenë. Nga dëshira që mos më keq kuptohet që jam vetë shqiptar por kam pas deri diku një farë lloj përvoje të vogël, si me turqit, si me arabët e me radhë. Kam një përshtypje, mund ma korrigjosh ose mund ta sqarosh, që shqiptarët janë më të pranueshëm dhe më të lehtë aksesueshëm dhe për mentalitetin gjerman, apo nuk është e saktë kjo që them unë? Jo, kjo është shumë e saktë. Për arsye se ne jemi evropian dhe ne jemi autokton. Prandaj po thoj edhe këtë. Kjo është shumë e saktë. Mendoj që ato e kanë dhe më mund të jemi një alternativë mirë për ato. Domethënë kjo është shumë e vërtetë dhe ne mund të jemi me të vërtetë një alternativë shumë e mirë dhe ato e kanë kuptuar edhe shteti gjerman një gjë të tillë se ne jemi autokton, ne jemi të evropian, ne jemi të vendas në atë kuptimin dhe ato e kanë kuptuar se ma mirë se me ne shqiptarët që mund me u marrë vesh, me asnjë komunitet tjetër nuk mund me u marrë vesh. Edhe kemi në afërmitet shumë të afërt që shpresojmë që ndoshta, me na dhon Zoti këtë mundësi që ndoshta shqiptarët mund bëhen më kryesorët e gjithë shkafit në shtetin e Gjermanisë. Për këtë aspekt. Nëse këtë realizojmë, është domosdoshmë një patjetër. Është një privilegj që zonë shqiptarëve në atë vend. Më lejo të pyes pak për dy kategori, brezi i vjetër dhe të rit. Flas për të rit, brezin e tretë. Pra, po ju shmang juve si brezi ndërmjetëm. Brezi i vjetër që Zoti shpërbleft. Unë i pjesë i kam takuar janë sakrifikues të sinqert. Ndoshta jo me ndaj vizion, mirë po mendoj që sinqeriteti atyre ishte që themeloi guret e atyre xhamiave, qendrave që kemi në sot. Pa diskutim. Por dhe brezi i tretë që shikoj janë, nëse më lejohet, janë gjerman në kuptimin e mentalitetit, janë europian në kuptimin e mënyrës se si janë shumë të integruar, janë shumë të përfshirë në atë. Si qëndron dy ose edhe ndryshimet, por edhe sfidat mes dy brezave? Është e vërtet, me të vërtet ne duhet të jemi shumë falendërues ndaj brezit të parë, për arsye se ato janë sakrifikuesit më të mëdhenj. Për arsye se para mendoj janë mundu të investojnë edhe atje ku jetojnë, po me investu edhe këtu ku kanë jetu, në vendlinje. Edhe kjo ka qenë kanë marrë dy familje në farë forme. Edhe kjo ka qenë me të vërtet sakrificë shumë e madhe atyre. Ka pas njerëz të tillë që 20 vjet, 30 vjet ka jetu pa familje. Vetëm që me i lënë fëmijët e tij në vendlinje që mos marrë. Edhe kur kjo ka qenë një sakrificë shumë e madhe dhe prandaj ne duhet jemi shumë falendërues ndaj tyre, se mos kishin qenë ata, ne nuk do të ishim sot ku jemi. Gjithmonë duhet të jemi të falendërues ndaj atyre. Po normalisht ndryshimi i gjeneratave gjithmonë ka ato sfidat, ato për shumë mos keq kuptimet apo mos kuptimi i njërës gjenerat, po që janë natyrshme, janë normale, nuk normale, gjithmonë ndodh, nuk është diçka e madhe, mirë po, unë siç e thash edhe pak më parë, çka ka qenë shumë me rëndësi, e kanë vërejt edhe gjenerata më e vjetër që ka qenë se për me përparu në shtetin gjerman, ashtu siç duhet dhe siç është e nevojshme, e ka pasë se duhet shkollimi me qenë i mirëfillt. Edhe shqiptarët shumë kanë ndryshuar tani, në gjitha nivelet, si në aspektin e profesionalizmit të profileve të ndryshme, si në aspektin shkollës, edhe kjo ka bërë një zhvillim shumë të madh të shqiptarëve në përgjithësi në Gjermani. E tani kur ti qasim i gjeneratës së tretë çka është me të vërtet për të çudit edhe kur bisedojmë ne pak më çka jemi kështu të besmit, as gjenerata para se dita themi, shiqoni, këto janë me të vërtet gjerman, në atë kuptimin, but kuptimi i tyre,
modestia e tyre, nuk e kanë atë kompleksin tonë që kemi pas për shembull. Por nuk ndihen si emigrant. Nuk dihen si emigrant, dalin, flasin, kur vjen çështja e tyre, çka duhet me thënë, e thonë kështu troç pa asnjë lloj rezerve, pse se normalisht ata ndihen kur si janë gjerman. Edhe ashtu janë. Edhe kjo është një gjë shumë pozitive për ne, në aspektin e parë, po çka dihe se pak negative. Një sfidë shumë e madhe, edhe çka jemi tu mundu me mishë me shpirt për me punu, ndoshta për një kohë, ndoshta brezi tjetër mund të asimilohet. Çështja e identitetit. Çështja e identitetit kombëtar do mund të asimilohet. Shumë është kjo. Dhe mbetet që xhamiat në këtë rast si qendra kulturore që përfaqësojnë dhe një identitet kombëtar, unë mendoj që luajnë një rol esencial, ekzistencial për shqiptarët atje. Pra duke filluar që nga gjuha shqipe, po themin, që nga traditat, zakonet e me radhë, por dhe feja patjetër, që është një prej identiteteve normal që neve na përfaqëson atje. Sa e shikon të mundur që të ketë një koordinim mes shqiptarëve tonë dhe shqiptarëve atje. Pra, po flas brezit 2 dhe 3. Të ketë një platformë të përbashkët bashkëpunimi, jo vetëm në një aspekt fetar, po pse ndoshta arsimor, ekonomike me radhë. Shikohet si ide apo kanë frikë për Shqipërinë. Jo vetëm për ne, po kudo. Thot nuk është e duhur, nuk kemi besim. Jo, nuk është çështja e besimi, po nuk është, mendoj se çështja është e koordinimi. Nuk ka rrah kështu si ide, që prit pak të shohim ne, me marr për shkak një grup të rinis ton prej atje, me i pru Shqipëri, me pa çka po ndodh këtu, çka po bëhet këtu, si po zhvillohet këtu, që edhe ata të kenë një botkuptim real kur të vinë këtu në Shqipëri. Shumë unë vjet kam qenë me një grup të studentësh të xhamisë tonë për shembull, vajza kanë qenë. Edhe ato sot e kësaj dite, domethënë mbresat e tyre kanë qenë aq të mëdha, saqë vetëm thonë hoxha kur do shkojmë përsëri në Shqipëri. Edhe kanë marrë shumë një vullnet aq të madh, një dashuri aq të madhe ndaj Shqipërisë që ato ndoshta nuk e kanë ditë edhe se ekziston Shqipëria. Nga mënyra se si janë rreth atje. Prandaj thonë kjo më shumë varet tek ne koordinimi çka do bëhet mes organizatave tona atje çka janë, edhe në mes organizatave këtu në Shqipëri apo në mes mënyrë institucionale me marrë, nuk është vetëm për çështjen e fesë, për çdo për gjitha sferat që feja i përfshin në i përfshin, po me i marr për shembull dhe me i pru të rinë tan, edhe për këtu për shembull me i marr një grup me marr atje në Gjermani me papak edhe të rit që mos me mendu se gjithçka në Gjermani bie kështu prej qiellit. Po ta di se Gjermani duhet punë, duhet mund, duhet sakrificë për të arritur diçka. Ajo është jo vetëm Gjermani, kudo të jesh. Po me largu pak atë trendin e madh që kanë marrë kështu një trend për me u largu prej vendlinjës. Nëse më lejon të të bëj pyetje, po them është pak provokative, po shpresoj mos ma marrësh kështu. Islami në Gjermani është zjatim i ideve në kuptimin apo po prodhohet një mendim vendas. Pra, shiko, dashje pa dashje, ne jemi të ndikuar dhe nga idetë që qarkullojnë nëpër botë. Jo vetëm Islami, po janë edhe filozofitë edhe sociologjia, gjithë kështu. Patjetër. Mirë, po gjithmonë është pa nevoja që të ketë një mendim autokton, pra vendas. Sepse një nga kushtet e mendimit islam është edhe koha dhe vendi. Pra është doktrina dhe ideja, po është koha dhe vendi ku aplikohet dhe si zhvillohet. Shikon, nderuar efendi, që në Gjermani po zhvillohet, ose në perëndim përgjithësi, jo vetëm Gjermani, në Zvicër. Po. Një ide vendase, apo jo e marrim nga Shqipëria atë traditë që kemi marr, apo e marrim dikush nga Turqia, dikush nga Arabia, po themi, dikush nga ande, dhe aty në Gjermani po përpiqemi të merremi vesh, si dhe ne këtu në Tirana. Apo po bëhet një përpjekje, apo duhet bëhet një përpjekje që të ketë diçka vendase. Po. Kjo me rëndësi është që të përmendim se edhe ish kryeministja e Gjermanisë Angela Merkel që ka qenë, edhe presidenti i tanishëm që është gjerman, të di kanë se kur haptazi ka thënë se Islami është pjesë e Gjermanisë. Kjo është fjalë shumë e madhe, që ne muslimanët duhet të vëdësohemi pak të kuptojmë se kur thon pjesë e Gjermanisë, është e kanë kuptuar ata se janë muslimanët autentik tani aty. Mirë, po problemi kryesor është që muslimanët që kanë shku, domthonë emigrantët që kanë shku në atje, nuk janë ata muslimanë me të vërtetë që e prezantojnë Islamin, po shumica prej tyre kanë mbajt
traditat e shtetit të tyre, ose vendit të tyre, ose kombit kulturën e vendit kulturën e vetë që kanë bë edhe. E kanë pas se kanë rrahur shumë shpesh ngatrohet me fen kjo punë. Ngatrohet me fe. Kjo edhe kanë pa edhe ato janë Hermon thon prit kjo është po ndryshe po thot për Islamin, ki po thot ndryshe, ki po edhe prandaj po mundohen tani me bë këtë organizimin e gjitha për me pru një identitet të vërtet islam çka duhet me qenë. Prandaj thash edhe parës, ne kemi fatin si shqiptar që ndoshta ne do të jemi ata të cilët do ta mbajmë këtë flamur. Çdo dash Zoti. Edhe nëse ne e bëjmë jemi duke e bërë një përpjekje të madhe të tillë, nëse ne arrijmë që me e bëjmë një gjë të tillë, mendoj se kjo do të jetë një sukses shumë i madh, për arsye se ne jemi krahasim me muslimanët e tjerë që kanë në Gjermani jemi shumë pak, se tani ka 7 milion muslimanë në Gjermani. Edhe do ne jemi një pakic në raport me muslimanët e tjerë. Mirë po çështja e Islamit, kuptimi i Islamit mirëfillt i vërtet çka duhet me qenë, mendoj se te ne shqiptarët është pak më i zhvilluar se sa tek popullatët e tjerë. Edhe ne as nuk kemi qenë diku prej viseve tjera, prej popujve tjera, apo me marrë një islam kështu, si me thon shqiptare, ku ta di çka po. Thjesht po mundohemi me mishë me shpirti islamin e vërtet çka duhet me qenë. Atje në fakt është edhe në për shkolla, me sa di unë. Jo në gjithë republikat. Jo në gjithë republikat. Jo në gjithë republikat. Në disa republika është veçanërisht në Gjermaninë Veriore, është në thuajse në gjitha republikat është, në Gjermaninë Lindore, kështu çka është Bayerni dhe Baden-Württemberg, edhe atje është bërë si projekt pilot, që i thonë, për me e pa se si ka me shku, po mendoj se edhe këtu ka me u bë për një kohë shumë të shkurtur, me u fut lënda fetare zyrtarisht në për shkolla, përse se lënda fetare në Gjermani është për fen krishtere, për fen evangeliste që ka i thonë, edhe për protestante, po, për këto është feja zyrtare, dhe për lënda fetare, po edhe për islam kanë fillu me fut me të madhe në mënda për gjitha... Kush e jep mësimin? Mësimin e japin njerëz japin hoxhallar ose kanë hap tani edhe 3 universitet, 3 lëndë fetare për më mësu fenë religione që i thonë po. Është një në Tübingen, është një në Mainz, duke di edhe di vende qera ku është, që me prodhu nga vendasit me qenë njerëz të cilët kanë lind aty, ja rrit aty dhe ata me edhe në këtë lëndë fetare. Dhe mendoj se kjo do të jetë mirë. Për si se ndryshe e spjegon një person i cili ka lind aty, ndryshe një çka ka ardhur prej duke filluar që nga gjuha. Nga gjuha. Që luan një rol të jashtëzakonshëm. Në vërtet. Më lejo të kthehem prapë në Stuttgart. Xhamia e Stuttgartit, sa antar ka? Ç'komunitet përfshin, domethënë? Xhamia Qendra Islame Shqiptare në Stuttgart është formuar në vitin 1987 dhe ka ndryshuar disa lokacione dhe unë kam qenë kështu me thënë vërtetën për me tregu pak sakrificat se çfarë kanë qenë më çfarë sfidat ndoja kemi qenë 22 vjet kam qenë podrum. Dhe kjo është një mirësi e madhe që shumica e qendrave islame shqiptare të shqiptarëve kanë filluar me dalë prej podrumit. Dhe elhamdulillah kemi bler një objekt shumë të madh atje dhe është shumë i mirëfillt, domthonë institucion në vete është. Kam bler shqiptarët. Me kontribute vullnetare. Me kontribute vullnetare, me ka qenë domthonë ajo entuziazmi, dashuria e madhe për objekti ka qenë e papar. Për afërsisht thuaj se 3 vjet kemi punuar aty, se ka qenë objekti si fabrikë që ka qenë, dhe ne jemi mundu me ja dhënë katit ku është bërë xhamia, me ja bat pamjen për xhami, dhe katëve tjera jemi duke shfrytzuar. I keni të mirëfill qendër, do të ktheni qendër. Edhe besom se çdo të shtun kemi punu, për se brenda javës kam punu shumica. Çdo të shtun ka pas persona 20, 50 që kanë ardhur kanë punu vullnetarisht. Shqiptarët, këtë gjithçka, çdo gjë është bërë aty për shqiptarët. Asgjë prej ndihmave të jashtme nuk kemi marrë. Çdo gjë është bërë prej popullit tonë. Me sa diu po thuaj se çdo xhami kështu e ka histori. Çdo xhami e ka kështu e shqiptarëve. Edhe kanë dhënë një kontribut të mirëfillt. Firma shqiptare që kanë atje kanë ardhur kanë punuar me punëtorët e vet, me punët e veta, me gjithçka, edhe kanë bërë me vetë një institucion shumë të mrekullueshëm. Numri i xhamatit sa është? Numri i antarëve është tani është kur kum shku në vitin 2000 ka qenë 90 antar, tani jemi 750 antarë kemi domethënë
në xhami, është komuniteti, kemi shqiptar nga Kosova, nga Maqedonia, nga Presheva, nga Medvegja. Nga ne besoj Dhe pak. çka është një Apo ka dhe shqiptar si ma tani, elhamdulillah kanë filluar shumë shqiptar nga Shqipëria, shumë që kanë ardhur me dokumenta domethënë të Italisë, të Greqisë, që kanë pas. Edhe besom se është rritë edhe numri shumë i shqiptarëve nga Shqipëria dhe janë të gjithë besimtarë shumë të mirë dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm në xhami. Patjetër edhe unë i lutem Zotit që të jetë derë mirë, edhe është në fakt. Xhamiat në Perëndim, sidomos në Gjermani, janë një derë mirë për gjithë shqiptarët. Qoftë edhe për identitetin kulturor, por edhe për integrimin shoqëror atje. I nderuar Recep Sulejmani, jam shumë mirënjohës. Edhe të falenderoj shumë që ndave këtë bisedë me mua. Unë shpresoj që shqiptarët ta gjejnë tek ju derën e hapur. Jemi bindur që e gjejmë, po edhe në Tiranë na vesh më shpesh që bisedojmë çfarë ndodh me shqiptarët në Perëndim. Shumë faleminderit edhe juve. Zoti shpërbleft, respekt. Faleminderit edhe juve gjithashtu, shumë faleminderit juve dhe gjithë shikuesve. Vëllezër dhe motra, ne këtu e shpusim të pjesë të këtij podcasti. Takohemi herë tjera, deri atëherë selam aleikum rahmetullah.